Muhamedi alayhi salatu wasallam thot: "Laysa ash-shadidu bi-sur'an, innama ash-shadidu alladhi yamlik nafsahu inda al-ghadab." Nuk është i fortë ai i cili reagon për një herë, por i fortë është ai i cili e përmban veten në raste të hidhrimit. Shembull, runa Zot, një mosmarrveshje me një vëlla tëndin. Edhe ti i thua Cina, o Zotri, edhe unë kam gjuhën sikur ty. Edhe unë di sikur ti musha. Ama personaliteti jem nuk bin nivel tëndin. Ti me qëta më shumë e ke nënçmuar se sa mi pason, edhe unë ti ta bëjë të kthej. Sepse me reago për një herë është dobësi. Ç'është ajo dobësi? A ki po për shembull te kafsha. Nëse kafshën pak e ngacmon, ai me 3 gjona reagon. O me bisht, o me shkelëm, o me brina. Apo? Pra ty nëse reagon për një herë, i ngjasove qatina ose qasajna. Por nëse i thua këshire, unë e di me të këthi, as jam të tutën, por konstrukti jem, doka e jeme, pozita e jeme, emri jem, nuk ben nivelin tëndë. Pasha Allahun, që kjo është më e fortë se ti atina me ira. Pra besimtari është këtë formë i fortë. Cëllë është i fortë? Që ai ka e mban veten në raste të hidhrimit.